Organizata Botërore e Shëndetësisë po ndërton në heshtje një burg digjital për të gjithë ne, duke përmendur nevojën për kujdes shëndetësor universal. Shikoni çfarë akthi po na përgatisi në nivel global me pretekstin e gjoja, mbrojtjes së shëndetit ton nga pandemitë dhe të tjera. Jo, këto nuk janë teori konspiracioni, as skenar tmerri. Ky është programi i kujdesit shëndetësor universal që është përgatitur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe do të zbatohet në shkallë ndërkombëtare deri në vitin 2027. Pra, në emër të përballimit të pandemive, organizata po ndërton për të mirën tonë një burg digjital, i cili do të përfshijë gjithçka rreth secilit prej nesh në nivelin e shëndetit personal, në mënyrë që të jetë e mundur të shfrytëzohen të gjitha këto të dhëna sipas rrethanave, për manipulimin e qytetarëve dhe vendosjen e gjendjeve të jashtëzakonshme, të tilla si ato që përjetuam me izolimin me COVID-19. Më hollësisht, raporti thotë se OBSH-ja ka publikuar versionin më të fundit të planit të saj për të ashtu quajturin transformim digjital të shëndetit, duke provokuar reagime të forta. Kritikët e organizatës thonë se ky është sinjali më i qartë deri më tani se një organ ndërkombëtar i pasgjedhur, po kërkon të krijojë pajisje gjurmimi të veshme, sisteme inteligjencë artificiale dhe kontroll qendror të dhënave sensitive shëndetësore në shkallë globale. Strategjia globale për shëndetin digjital 2020-2027 e publikuar së fundmi përshkruan një plan ambicios për të zgjeruar përdorimin e identiteteve digjitale, mjeteve biometrike, analizave të inteligjencës artificiale dhe teknologjive të monitorimit në distancë, të gjitha në emër të ashtu quajturit qasje universale në shëndetësi. Sipas OBSH-s, termi shëndeti digjital mbulon një gamë të gjerë aplikimesh, ndaj strategjia e saj përfshin pajisje të veshme dhe sensor monitorimi në distancë, sisteme diagnostikuese dhe vendimarrëse të mundësuara nga inteligjenca artificiale, platforma të dhënash për mbledhjen dhe analizimin e informacionit shëndetësor në nivel popullsie, baza të dhënash ndërkombëtare të ndërlidhura. Për kritikët, e gjithë kjo përbën një mekanizëm global shëndetësor të bazuar në mbledhjen e vazhdueshme të dhënave, bikëqyrjen algoritmike dhe rregullat e vendosura nga teknokratë të pasgjedhur. Organizata po i nxit vende të ridizenjojnë sistemet e tyre shëndetësore rreth mbikëqyrjes digjitale. Ajo thotë se 129 vende ka miratuar tashmë strategji kombëtare të shëndetit digjital, dhe më shumë se 1.600 zyrtar qeveritar janë trajnuar në teknologjitë përkatëse dhe aplikacionet e inteligjencës artificiale, duke sugjeruar se koordinimi ndërkombëtar është duke u zhvilluar. Strategjia e bazohet në 4 akse kryesore. Së pari, forcimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimit të njohurive. Së dyti, zbatimi i strategjive kombëtare të shëndetit digjital. Së treti, institucionalizimi i strukturave të qeverisjes së shëndetit digjital në nivel global. Së katërti, promovimi i sistemeve shëndetësore të përqendruara te njeriu, me theks në shkrim leximin digjital të shëndetit. Kujdes tani, për shumë njerëz, shkrim leximi digjital përkthehet në njohjen graduale të qytetarëve me pajisjet e veshme, me çipin në trupin e njeriut, përndarjen e të dhënave dhe mbikëqyrjen digjitale si pjesë e jetës së përditshme. E kuptuat? Këtë që dëgjuat, fiksojeni mirë. Ato që deri dje konsideroheshin konspiracione, po na dalin të vërteta. Ndërsa organizata këmbën ngul se shëndeti digjital është një mjet kyç për mbulimin universal, përgatitjen për pandemi dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, shqetësimet mbeten. Për kritikët, pyetja është e qartë. Ku një organizatë globale mund të imponojë sisteme mbikëqyrje dhe baza të dhënash të centralizuara pa llogaridhënie të drejtpërdrejtë demokratike. Vija ndarëse midis inovacionit shëndetësor dhe kontrollit të popullsisë bëhet e paqartë dhe është e rrezikshme. Mast Channel. Please subscribe.